Në shkollë të mesme. Ja nësën të i spjegu të mësime, njerë mu kanë dukë që mësime pa lidhje, nuk kam po sens kur gjo. Po tu e po, tu mësu të senet që shumica një njeri pa shkollë muzikës shumë nuk i den, apo den. Që aty e kom po që muzika ka sens shumë, edhe shumë prek në telat shpirtit, apo den. Është në gjendje më të ndru ty e disponimin. Nuk është bo për ty. Karrierën në mënyrë profesionale ka startuar 3 vite më parë, pra kur ishte vetëm 15 vjeç. E madje bohën faktin që rrjetet sociale kanë ndihmuar që të depërtoj më lehtë, duke ditë impaktin që ato kanë tek njerëzit. Besëm që si jam, kam qef me shumë a shumë. So kam kapacitet, une për veti po foli. Nuk e dit ashtirë që shma vlerësojnë, ama kisha mujt me mrit shumë a shumë, mës t'i kisha vodë gabimet, pak kujdesis dhe sana. Kisha mujt alo ma shumë, po nuk është keq. Të rrjetet sociale po nalëm. është do me konë shumë aktiv se që jam. Edhe pse apet nuk jam shumë aktiv në rrjetet sociale, nuk di shka me postu e di, ama dyqysh më duke që shumë tani, shumë sene private të me qida aty, kam qef që mi mojt pak nga të vetit. Nuk është mi shpalus komplet. Edhe ta kapi këtë pjesë me i da gjonat, ka me shku rrjetet sociale jemi me konë off. E kur jemi te klikimet në rrjet për emisionin Zuma i rëfen momentin e plasimit të coverit të parë. Coverin e parë kër e kom qitë, të isha i merë 1000 views ajo. O kondi konë vonë, 12 njoj natës, o veç hinti këta krasisht, followersa, komente, shikime dhe nuk unalëshin në stop. Edhe kër e poshtë i ka shku gati rrëth të 800.000, që jo konë lëtë të thojë një ta tarifës. Mejta, në diqysh, as disha a me kesh, a me kajt, a me shku në studio, me provu nga ishën ma 3. Diqysh vich mejta dhe vich këqërsha. Muna isha me analizu shka bona, qysh bona. Edhe ka ecë, se kom prit. Se edhe dytin se kom prit që shkan. Se dhe isha jo i pari dhe isha ajt një herë. E beden fati. Edhe i dyti ish eci. U knaqa, besëm që u knaqa, se thash qëtash janë nisa një morë dhe ova që si ku morë më herët. Trejde kër e kom qita, kom finalja. A ka pasur për kraje bejta nga artistët që a ka kënduar këngët? Për krajen nuk e di, nashti edhe kom pas, mës t'kam këtë shkuptime, po nuk i kom pa. Kom pa që Gili më ka komentu e falenderoj shumë. Më ka komentu edhe artista tjerë, Andrea vële është një tiktoker, që bangë që ke të firma. Edhe ai më ka përkrosh shumë, i falenderoj edhe ato. Tani është koha që ata ngasmojnë pak me pyetje më pikante. A ka konkurencë në tregun muzikor? Thënë më shkurt çka mendon Drini për kolegët e tij nga Ferizaj, Gëtinjo Mozik Editon. Po, konkurenca është mës të folëm. Janë në sendin të më thonë nuk talëshojnë venin, po foli për top artista, se normal. Muzika është treg, dhe zoj me hupa ta tregin e tyne me rreziku të anë. Amo herdo kur ka me ndodhë, dhe unë ka me konja u për top artista, besoj dhe shpresoj. Nuk kam shumë koment e kjo pjesë. Ka konkurencë? Po. Që shiki raportet me artistat e Ferizaj? Muzikon, Gëtinjo, Editon? Halo nuk më ka romi i taku. Shumë kësha po të shafë mi taku. Pse jo, pse mësë me pas një kontakt me ta, se janë artistat të vaj. Ama, na ashtë edhe bëhet mu taku në jarë me ta, nuk i dijet. Drini është nga ata artist që punon vazhdimisht për me siguru një vend të merituar në estradë. Nuk jep shumë detaje konkrete për risit e radhës, po për në Zoom ka zbuluar se së shpejti vjen me një album. Jena gati për me bo një album.
kismet për që të verë, po nuk i dijet, kur del, kur e ka plan me dal, besom që si dijet, nashtë mënat edhe nesër kejt me dal, nashtë i del, as heq për që të verë. Përndryshe, Drini është pjesë e RGB Entertainment. Sa i ka ndihmuar ky label që Bejta të ndihet rehat në aspektin profesional. Shumë ka rëndësi, se ta jopi një farë inspirimi që ju të çdo kush, ju të çdo person e gjanë qatë inspirim, qatë ndjenë që të bojnë muni si ata, nuk ta na shkalojnë, edhe pse unë jam maj reo aty, maj reo jam, diqysh dogna si kur thmit ata, ama janë shumë të fortë, edhe janë shumë djemë të edukum, shqyqër që i kam, se më kanë mësu shumë sene, që unë